është e pamundur që të ndodhë gjë pa e ditur i pari i shtetit, sepse shteti shqiptar funksionon në mënyrë të tillë që ka lidhje nepotike, në mënyrë të tillë që ka disa shtresa të informacionit që i kalojnë kryeministrit, është shiku që i raporton kryeministrit, janë shërbimet e huaja që i japin informacion kur ju duhet kryeministrit. Pra, asgjë nuk kalon nën hundën. Zonja Balluku nuk mund të kishte vepruar nëse ka vepruar në mënyrë korruptive dhe këtë do ta vendosë gjykata pas gjykimit, nuk mund të kishte vepruar pa Edi Ramën. Është e pamundur. Ashtu si në 21 janar, nëse do të bëhet Kok Turku Lulbasha që ishte ministri i Brendshëm, nuk mund të kishte vepruar pas Ali Berishën. Ashtu si në çdo lloj veprimi tjetër korruptiv nuk mund të kishte asnjë lloj veprimi të ndërmarr. Këta kanë gjetur mënyrën korruptive që thonë vendimin e mori Këshilli i Ministrave, sikur Këshilli i Ministrave të ishte në i çun lagje që e ka shpinë Kecepi. Këshilli i Ministrave është një organ që vendos me vullnetin e plotë të kryeministrit. Kryeministri i merr vendimet përpara dhe i sjell në publik për ta miratuar ministrat që të heq përgjegjësinë ligjore, por në çdo vendim të Këshillit të Ministrave është dora e njeriut që e drejton atë dhe të gjithë kryetarët e shtetit shqiptar janë deri në fyt miliarda dollar dhe euro, si doni numërojeni, janë të vjedhura nga qeveritarët shqiptar që mungojnë sot në llogarit. Unë jam i bindur që Spaku do t'i hyjë, ose ta them në mënyrë më pak të fortë. Shpresoj shumë që Spaku t'i hyjë deri në fund dhe të vazhdoj, por në çdo rast përgjegjësia bie, jo vetëm politike, përgjegjësia penale duhet bjerë mbi kreun e qeverisë. Ashtu siç duhet bjerë mbi Sali Berishën, ashtu siç ka rënë mbi Ilir Metën, siç do të bjerë mbi çdo kënd tjetër që ka vjedhur parat e shqiptarëve, nëse do të ketë drejtësi. Nëse nuk do të ketë drejtësi dhe kjo do të jetë pjesë e farsës së radhës, ku këta bëjnë sikur dënojnë njëri tjetrin dhe nxjerrin koka turku, atëherë unë gjykoj që jemi në një moment shumë delikat, sepse nuk e di se sa më mund të mbaj popullata, se u bën pak si shumë, domethënë, pavarësisht se nëpër media nxjerrin njerëz që thonë mirë kemi pensionin, kjo është pjesë e mendësisë marrëzisë kolektive që ka kapluar shumë kënd, por edhe marrëzia kolektive ka një kufi. Dhe ai kufiri pastaj nuk është fort i këndshëm. Siç e keni provuar në 97-ën dhe ndoshta edhe më keq se sa aq mund të bëhet. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një deklaratë tronditëse duke thënë që Edi Rama ka kërcënuar hapur prokurorin e çështjes së Belinda Ballukut, duke i thënë se si guxon ai që t'i bllokoj pasaportën zëvendës kryeministres. Dhe sipas Berishës, prokurori është përgjigjur në të njëjtën monedhë se dhe vetë Rama është i përlyer i tëri. Në këtë rast, ka që i fuqishëm është Edi Rama sa që të kërcënoj prokurorët e Spakut, por nga ana tjetër, apo i afrohet laku edhe vetë kryeministrit në këtë rast, dhe sa kapacitet ka vetë Spaku për ta goditur Edi Ramën? Shikoni, duke filluar nga ajo që thash në fillim, që këta janë gjithë bashkë, analiza e veprimtarive ose e të thënieve të përditshme të Sali Berishës, edhe në këtë moshë të shtyrë ku njeriu duhet kishte ruajtur pak dinjitet, është fort e thjeshtë. Sali Berisha, sipas analizës atyre që thot 10 të vërteta dhe 2.000 gënjeshtra mbi to. Dhe mbështetet të 10 vërtetat për të shtyr fort 2.000 gënjeshtrat që thot sipër. Pra, është e mundur që ai të ketë informacion sepse ka rrjetin e vet informativ edhe brenda shtetit, gjë që hedh poshtë faktin që ai s'pas ka asnjë lloj pushteti, se derisa ka rrjet informativ e di se ç'bën kryeministri, diku ka ca leva pushteti, dhe ky njeriu pa pushtet që ka humbur disa zgjedhje me radhë. Por kjo lloj mënyre e shprehjes, në mënyrë që i ngjason një llazzoreje politike, nuk është se ky është niveli i Zotit Berisha. Zoti Berisha ka një nivel intelektual mjaft të ngritur, më të ngritur se shumica e shqiptarëve. Por Zoti Berisha e bën këtë me vetdije të plot, duke qenë në tavë me Zotin Rama për të folur me gjuhën popullore, duke qenë në marrëveshje të plot me Zotin Rama për gjërat themelore, që janë shtyllat e sistemit, sistemi zgjedhor, se si do të funksionojë drejtësia, aty bashkëpunojnë ata. Bashkëpunojnë në të gjitha llojet e mënyrave të ndryshme, të hapura dhe të fsheta. Kur vjen puna tek këto të tjerat, zhurma që bëhet është e madhe. Mos harroni që zhurma që bën Sali Berisha sot dhe
ata lacat e tij mediatik për zonjën Balluku, vetëm se e ndihmon zonjën Balluku që të thotë që ky është një gjykim politik, kur në fakt vjedhja është sheshit. Pra praktikisht i jep dorë të gjithë njerëzve të Ramës, duke i sharë Sali Berisha, numër 1 ju jep dorë që të thonë ne po na gjykojnë, ne na gjykojnë politikisht, dhe së dyti ju jep dorë që nesër pas nesër të gjithë militantët socialistë thonë derisa këta i sulmon Berisha, që është djalli për ta, këta janë tanët, do t'i mbrojmë deri në fund. Pra është një mekanizëm pervers, shqiptarët duhet ta kuptojnë këtë. Është mekanizëm pervers për t'ju hedhur hi syve. Këta punojnë bashkë, nuk kanë dasi. Nuk ka problem Sali Berisha me vjedhjen e shtetit. Siç e ka treguar me të ndjerin Nano, të cilit i tha djall, të cilit i tha nano i krimit, dhe pastaj e mori dhe tha unë kam respekt për të, dhe deshe dhe ta bënte president, por nuk kishte votat, e të tjera. Pra zoti Berisha flet thjesht sipas kontekstit politik, nuk ka asnjë lloj besueshmërie, as ideologjike, as personale. Tani të dalë ke pika 2, se duhet të përgjigjem pyetjes, kjo ishte thjesht paranteza. A ka lidhje kjo apo i afrohet kjo zotit Rama? Edhe ky është një keq kuptim i madh. Zoti Rama ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes Spakut. Zoti Rama ka procese të hapura me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe zoti Rama e ka treguar se sa keq i kishte marrëdhëniet në kohën e një personazh, një ambasadore që në Shqipëri shihi si personazh programist, zonjës Yuri Kim. Njerëzit harrojnë që në një konferencë për shtyp, zoti Rama i tha zonjës Kim që ju amerikanët i lini njerëzit në balë si në Afganistan. Dhe përgjigja e zonjës Kim ishte, a ke lut menç apo jo? Pra, këto janë disa dalje që harrohen, ishte live, ishte drejt për drejt në televizion, bëjnë sikur harrohen, por ai mesazhin e ka dhënë që nuk është pro interesave amerikane. Lufton Edi Rama që të duket shqiptarëve, thret edhe një kryebashkak ndalje të New Yorkut, të shkretin që ka ngel pa lek tani dhe do të marrë një lek, dhe e thret dhe e quan si përfaqësues të Amerikës. Po këto janë çështje mediatike që i han njerëzit që nuk kanë shumë mendim kritik. Për njerëzit që duan ta kuptojnë, Edi Rama është në qendër të vëmendjes. Edi Rama e ka dosjen mal edhe në Evropë, po Evropa nuk na do shumë ne shqiptarëve, se na shes si të pa civilizuar. Por në Amerikë që është aleati i vetëm dashamirës ndaj shqiptarëve, në Amerikë ka dosjen shumë të madhe dhe nuk i shpëton dot kollaj sepse ka punuar kundër shtetit amerikan. Në të njëjtën mënyrë siç ka punuar kundër shtetit amerikan disa herë dhe Sali Berisha. Çfarë do duhet bëj në këtë rast Edi Rama me Belinda Ballukun? A mendoni se do t'i kërkojë asaj dorëheqjen që në një vend tjetër perëndimor padyshim do kishte dhënë dorëheqjen me kohë, apo do mundohet që ta shpëtojnë në një farë mënyre sepse ndoshta Balluku mund të jetë edhe fundi i tij? Shikoni, Edi Rama, shqiptarët duhet ta kuptojnë, nuk i dhimbset as shqiptarët jo, po nuk i dhimbset as Partia Socialiste, siç po t'ishte gjallë i ndjeri Nano do t'ua tregonte, pavarësisht se ai Nanon pastaj e bleu me poste për të birin e për gjëra të tjera, po e me disa lek tender ashtu ndej këtej, por as Partia Socialiste nuk i dhimbset. Nuk i dhimbsen as Tirana që e betonizoi dhe e bëri një shëmtir në emrin e modernizimit, dhe nuk i dhimbset aq më pak çdo njeri tjetër që ka punuar për të cilët i quan si njerëz nën vete, nën nivelin e tij intelektual. Pra, Edi Rama do të sakrifikojë gjithkënd, duke qenë që është politikani më finok i gjithë këtij tranzicioni. Tashmë e ka dëshmuar që është edhe më finok se sa Sali Berisha. Ai i ka gurët në dorë për ta bërë ose kokë turku ose heroin Belinda Ballukun. Mos harroni që ishte përpara Belinda Ballukut një tjetër ministër i fortë, të cilit ju kërkua që të kanabizojë Shqipërinë nga ana e kryeministrit dhe e kanabizoi Shqipërinë dhe pastaj bëri burgun, nuk hapi gojë, ra dakord dhe e shiti nderin dhe dinjitetin e vet me paratë që mori pas si doli nga burgu, është bërë milioner me anë të shoqes, më thon tani.